Duhet kuptoni se çfarë hani dhe si e hani. Ky këtu që ne e morim nga gjithë bota, është yellowfin, ky lloj toni. Kjo është filetoja e rozafës që merret dhe filetohet për ditë. Që shkon në të gjitha restorantet rozafa. Këto janë pjatat kryesore që ne bëjmë të tonit. Dhe unë i kam thritur të gjithë shefat e sallave dhe shefat e kuzhinave që t'ju shpjegojnë nëpërmjet këtyne. A mund t'i prishet shija këtij toni? Ky ton marinohet nga ne 6 muaj që i hedhim të njëjtin ushqim për të marrë grason dhe për të marrë yndyrën. Dhe kur e nxjerrin nëpër tavolina, në restorantet e mia, ka momente që njerëzit dhe kuzhinierët dhe shefat e morin dhe e marinojnë me soj me krip dhe me soj pa krip. Ju lutem shumë. Këto quhen crudo, që mos marinohen. Ne jemi mësuar të marinojmë kocën, levrekun me yndyrë të keqe. Sepse koca, levreku, salmoni janë peshq që bashkë me ushqimin ushqehen dhe me antibiotik, o zotni. Ndërsa ky është peshku që e ka falë Zoti dhe që është më i shtrenjti në të gjithë botën. Dhe mu nuk më konvenon të shes, po më konvenon të shes këtë, që i shet gjithë Europa. Sepse 99.999% e gjithë botës ha yellowfinin, sepse ky peshk bën 2 euro, bën 3 euro, sepse ky peshk skuqet me injekcion dhe këtij peshku i hidhet marinimi për mos me kuptu se çfarë han, sepse ti mban shijen gojë të marinimit, nuk kupton se çfarë ha. Dhe ju lutem shumë ju klientëve, nëpërmjet jush sot bëm një mbledhje 3 orë për të shpjeguar dhe për të thonë. Duhet i thoni klientit që ky është një crudo e marinuar në det dhe nuk pranon soj, o zotni. Sojën mund ta pranoj vetëm ky artikull. Sushi merr ëmbëlsi orizi, por crudoja, tataki, tartara nuk mundet të marinohet. Kështu që ju lutem ju, mësoni me guston e bluefinit. Është një pasuri kaq e madhe që ka investuar Rozafa 30 vjet. Ka investuar shteti shqiptar për t'ia dhënë mundësinë këtyre klientëve që unë nuk mund ta tradhtoj, sepse nuk më intereson që ta shes Shqipëri me këto çmime, po më intereson ta eksportoj, por nuk e bëjmë dot ne si Rozaf këtë punë. Kështu që ju lutem, kini respekt për veten, ushqeuni shëndetshëm.